kushtoj diçka të lutem. Nuk do t'i kundërpërgjigjem ju Elës. Ja, një sekond. Nuk do t'i një sekond, të lutem. Sa i përket mënyrës se si kanë qenë gjërat vërtet, keni parasysh që programi shihet 24 orë në 24. Po Ledion, një sekond. Tha Selin. Nuk dua t'i kundërpërgjigjem sepse Juela përveç se përgënjeshtron çdo fjalë që thot, vjen në gojën e saj fjalë që ka thënë Arditi jo fare Juela. Dua t'i shpjegoj mirë që nuk ka qenë prezent dhe pa vetëm një sekuencë nga e klipi, që un kam thënë, e kam lexuar letrën dhe më ka pëlqyer fjalët shumë, ja kam thënë te Gimbos dhe e kam vlerësuar sepse ishte një fjalim romantik, që un si vajzë që më pëlqen shumë romanticiteti e vlerësoj. Dhe e kam thënë më përpara letrës, kam menduar çfarë thash dhe u dëgjuar në klip. As nuk e kam akuzuar mirin, as nuk kam ndërhyrë te marrëdhënia sepse nuk më takon dhe nuk jam unë kompetente për të ndërhyrë në një marrëdhënie. Kishim marrëdhënie korrekte. Sepse s'ka ke dhënë kur aftësirën. Ndërkohë për ju nuk më bën përshtypje asgjë që dëgjoj sepse vetëm ja dhash fjalën Monikës, Monika. Shiko, unë dua të kuptoj një herë çfarë i ka bërë shëndriti Selinës që e largoi nga Miri, sepse Selinës i erdhi letra nga babai, erdhi vllai, luaj vetëm. Greta aty brenda basta. Ta mbaroj pra ta mbaroj. Basta. Dhe Selin nuk iku nga krevati. U hap kutia Pandorës. Atë ditë që Miri hapi kutinë e Pandorës, Selina i vajti në krevat Mirit, ndeti 2-3 orë, unë do ri këtu. Miri thonte do ikësh nga krevati apo pse budallaqe jam tiki unë nga krevati. Po, Monika, te kutia Pandorës nuk fleja me Gretën, do të thënë. Po, ke ndet një 3 orë ke krevati Mirit mbas kutisë Pandorës. Për mënyrën se si unë që takoj vajzën e tij. Mi pra, po them tani. Ty nuk të largoj nga Miri, as letra babait, as Greta, as të largoj shëndriti. Dhe në një farë mënyre, kur ti qen ke kaq revoltuar, unë ta them që të bësh analizën e gjithë. Me kë jam revoltuar? Se unë nuk pa ofendoj, po ta mbaroj më got se këtë keq që keni juve. Që nuk lejoni të marrojmë ne logjikën tonë që të kuptoni dhe ju të bëni lojë. Ti kur pas ke pasur gjithë këto sinjale nga familjarët e tu. Ti që ke pasur gjithë këtë, po themi, rrjedh të 60 ditëve me Mirin në të gjithë lojën tënde. Dhe tani, me gjithë këtë mlef që ke nga Miri, pse e lejove Mirin ti të të prekte flokët, të të përkëdhelte, e thire ke dushi? O zotë, Monika, e kuptoj, të mirë kuptoj. Dgjoj, problemi është që unë mendoj që në lojën tënde, ti Selin duhet t'jesh koherente. Këtë që i koherente unë? Unë koherente quaj që ti këtë agresivitet që ke, të thuash që unë nuk kam pas ndjenja për Mirin, nuk kam ndjenja për Mirin dhe s'ka pse t'jem kaq agresive. Dhe ka një keq kuptim ti pra, se ti je agresive. Ky agresivitet i nëse do më lejojë agresivitet, po patjetër që do vë. Shikoj që pas ke hyrë këtu brenda me ne. Po patjetër që jam brenda, se ç'të bëj. E ka thonë ai tjetri që ishte atë ditë 3 ditë aty e 2 punsume jam. Para ditë mas dite, edhe me ju mbrapa në sfond. Kështu që ky problem që është që ti vetë për veten tënde je pak e turbulluar në lojën. Pra ti je edhe xheloze që të shndar loja me Mirin dhe nuk je më në skenë, e para, e dyta, ti nuk po të ndjek dot lojën tënde. Po ta mbaroj po dha mendimin tim. I ka thënë Gimbos 3 minuta në ditë. Monika ta mbaroj të ndërpresi mirë, jo? Mirë ta mbaroj çiko. Të vazhdosh lojën tënde dhe ti faktikisht po ndihesh e dobët dhe bëhesh agresive. Unë mendoj që ti mos dëgjose çfarë thon të tjerët. Po vazhdo dhe bëj lojën tënde. Nëse ti s'ke ndjenja për Mirin, s'ke pse bën atë luftë hapur për Mirin. Luaj me Mirin për lojë. Mos luaj me Mirin me familjen e Mirit. Sepse siç po luani ju aty me familjen e Mirit, mund të luaj nesër Miri me familjen tuaja. Patjetër, po mirë e ka bërë. Dhe mos ju vike. Mbarove që ta. Selina, vetëm një sekond, lutem nëse më lejon. Po, patjetër. Tani, këtu ku mbaroi Monika, presje. Dhe po e vijoj unë mendim. Tash hajde të vazhdojmë këtu. Po i marr të mirë qëna të gjitha gjërat që tha Monika kundrejt Selinit. Po i marr, po bëj një deduksion. Tani, jam dakord unë me atë që thot Monika, që ka pasur interesat e vet, ka qëndruar etj. Tani, të shohim një anë tjetër të monedhës. Kush është ana tjetër? Ana tjetër është që këto gjëra i ka parë dhe Miri, që do të thot, ka parë sjelljen e Gretës, ka parë mesazhin e vllajt, mori vesh letrën për të cilën e kanë keq interpretuar, sepse i ati përmes letrës u mundua që s'pari t'i ruante vajzës vetë integritetin,
duke i thënë që letrën e ka marrë vesh më vonë. Po mi mos ndërprit. Mbaroj, unë s'po them kur e ke marrë vesh, po them që e ke marrë vesh. Të lutem. Ishte marrë. Të lutem se do më detyrosh që të ndërpres pastaj. Jo, në rregull. Okej, jemi të drejtë me njëri tjetrin. Me qenë të saktë. Tani unë mendoj që Miri ka bërë një llogari të pamëshirshme në marrëdhënie me Selin. Bravo. Dhe llogaria e pamëshirshme vërtetohet në faktin që pas hapjes së Pandorës ka pasur të gjithë informacionin e nevojshëm, aq më tepër që tha unë respektoj disi familjen e saj. Këtu nuk ka pasur asnjë lloj respekti nga ana Miri. Sepse të lutem, nëse do ta kishte respektuar familjen e Selinit në këtë rast, të atin e saj, do të mirë kuptonte sjelljen e tij të një raporti, të një babaje dhe të një fëmije. Dhe nuk do kërkonte që të shtrihej sërish afër saj, kur e kuptoi shumë mirë që ka keq kuptuar. Por kjo është llogari e pamëshirshme sepse është po i njëjti mirë që bën deklarata në përshpi kur thotë unë këtë program e kam fituar që javën e parë. Si e ke fituar të javën e parë? Te krevatin e Selinin e ke fituar. Pra, për qënë, kjo është një bisedë që ka thënë Alesio, s'në mos gabon. Për qënë të drejt, duhet me thonë kështu. Po t'isha unë vend të mirit. Po e kam përdorur unë këtë gotën se kam pas interesin tim, siç më ka përdorur dhe kjo. Dhe nuk e kam qa shumë kokën për deklaratat e tjerëve, se më ka interesu loja dhe du me fitu bikun. Dhe pastaj ta vlerësoj publiku se si do ndahet ky në raport në publikun. Por, të lutem, nuk mund të luash rolin, unë ta mora të mirë qënë, unë nuk ta kundërshtova Monikën ty. Rash dakord me gjërat e Monikës. Por, për qeni drejt duhet thuar që po vlla e kam përdor mo që s'kisha që ati nëzirësha mo ati muhabetit. Më falë, por dhe Selina ka përdor. 20 prajme me Miri ka dalë Selin. I heq presë. 20 prajme, Selin me Miri ka dalë. 20 prajme, sak prajme kemi ne, Selin është ati me Miri. Vura, sekundër është dhe Miri me Selin. Të dy parë, Miri është edhe me tjerë, po Selin është vetëm me Miri. E prandaj ta anët e një monetë. E di çfarë do më pëlqente mua për shembull? Po. Se unë s'para herë një i vura presje. Fjalisë tënde nuk i vura pikë dhe mbylla. Mu do pëlqente, për shembull, sikur ti t'i thoje Mirit, për shembull, që Miri e di si është puna, po ti e ke përdor këtë gocën më. Po da goca ka përdor ato. Po pra, ta thoje dytën këtë. Po fakti që ti këtë mendime ke vetëm për Selinën, e keq interpreton pak. Jo, nuk e ka vetëm për Selinën unë. Ato të dy janë ashtu. Ato kanë gjetë Tenxheria ka pakun. Ata ofruan, ata ofruan një lojë me krevati për 20 prajme. Dhe përsëri po prap vazhdojnë prajmin duke shajt njëri tjetrin. Ti më përdore, ti më përdore. Ti Mirit që Miri, ti je tregu i pamëshirshëm sepse ti dëgjove t'jatin e asaj dhe prap nuk Miri ka hyrë për pamirësi aty? S'ka lidhje me pamirësi, kjo ka lidhje me njerëzilliku, se ka thënë, ka lidhje me njerëzilliku. Pra, unë po ta pranoj ty. Që Selini për njerëzilliku. Unë po ta pranoj ty. E po atëherë mos ty kanë respekt për prindit e saj. Shikoj, s'ka respekt. Nëse kanë gjetur Tenxheria ka pakun, kush është Tenxheria dhe kush është ka pakun? Tenxheria i që dua t'i jap pak fjalën Alesios dhe pastaj Selina. Alesio. Unë po bëj pikpyetje, a jeni lo me këtë bisedë? Për zotën 70% Miri, Selina, Selina, Miri, Selina, Selina, Miri. Po tash jo më gjatë shpisë, jemi dhe ne këtu banorë shpisë. Po ti pse kur të vjen ai për të folur me ty për këtë temë, ti pse vazhdon bisedën? A fola unë? Po ke fol. Si ke thënë Miri, po shoh, nuk dua të diskutoj sepse është stërm kjo biseda. Ai do Alisa se ti do në klip duke folur me Mirin tani mos ja fut Po pyete më ja kam thënë. Po Lediona, më apo me ty se tas kishte Alisën ai gjë. Më të ciruar për thënë. S'ke mbaruar, fal. Miri ose Selin nuk ka lojtar. Po pra, po mos thuj pse pikpyetje, pse po e vazhdon ti e parë që e ke. Pra, është pra si të intereson. Vazhdo pra. Po të intereson ka vazhdo. Po mos e bën tash me fol, po vazhdo pra. Se unë si kam thënë jam lodh me këtë bisedë. Ja ku ke pyetje vetë. Ashtu ke thënë. Edhe po. Tani po të intereson ty, pra vazhdo. E mbylla unë. Falë Ledi, vazhdoni. Jep jo radhën. Selin? Po. Atëherë, bashkohem me Monikën në një pikë që unë xhelozoj për Mirin dhe po Monika xhelozoj për marrëdhënien që ke ti me Mirin, dhe sa shumë e mbron, dhe sa shumë ke dëshirë për në çdo moment ta nxjerrësh të larë dhe të pastër nga kjo situatë ku nuk jam unë 100% e pastër. Nuk është argument, o Selin. Ja një sekondë. Dhe unë nuk kam thënë në asnjë moment që Miri më ka përdorur mua
unë nuk kam faj, unë jam më e pastra, sepse unë i kam qenë naive, unë s'kam thënë asnjë nga këto gjërat. Unë kam thënë që po, neve kemi bërë lojën bashkë deri në një pikë. Në momentin që kjo situatë është keq interpretuar, unë jam lutur Mirit, Miri ma ishte barr nga kurrizi. Një, e dyta. Sa për pjesën një sekond. Sa për pjesën, o Miri një sekond. Çdo natë të kam thënë. Më lejo ta mbaroj. Do t'ikësh nga Kevati ke thonë jo jam në rregull. Për ta mbaruar pa folun deri në fund. Sa për pjesën e sinjaleve, letra babait, ardhja e vëllait tim, Greta, më thet, thash kush ka ardhur dhe më ka thënë, un kam një javë që pyeten për këto gjëra dhe kam një javë që jap shpjegimin tim për secilën nga situatat. Unë në moment që unë e kam kuptuar, unë kam vepruar dhe kam bërë lëvizjen time. Mua nuk më pëlqen që unë pas ndarjes me Mirit ka një Selin që po mundohet t'ja ruaj figurën dhe kur kanë ardhur njerëzit për me e shajt dhe për ta komentuar të unë. Dhe unë dëgjoj një Miri që gjen mundësinë në çdo cep, ka çdo burr të mundshëm që e suportojnë dhe dëgjoj që mua më bën tem bisede dhe ka thënë shumë gjëra. Për atë deklaratë, po sa duket vllai i madh që ka treguar shumë bujar me Mirin që nuk e kanë nxjerrë Mirin si njeriu më. Si ç'është ti? Ti ke folur për mua sa ke dalë. Okej, edhe një herë do më duhet ju kujtoj që ky program shihet 24 orë në 24 nga një publik shumë i gjerë, kështu që fakti që njëri klip është X minuta për shkak se jemi në transmetim të një prime nuk do të thotë që vllai i madh tregohet bujar apo cingun me ndonjërin prej jush. Dua të bëj një rreth pyetjesh në lidhje me këtë situatë për disa prej banorëve. Tani, ndarja me Selin dhe Mirit ka ngritur më shumë Selin apo Mirin sipas teje? Unë mendoj që Miri është më lart, jo pse rrime atë son spara, unë kur kam marrë këtu e dija pak a shumë sepse edhe kam pa nga jashtë. Jo, dakor, ky mendim më duhet. Greta, si e mendon ti? Selin absolutisht. Brikena? Unë mendoj Selinin. Mali? Selin. Ardit? Selin. Livia? Miri. Marko? Dy janë ulë, po shumë. Si? Të dy janë rritur një tjetrin. Të dy janë rritur, thua ti? Okej, e kuptova. Mirë, nëse do të vazhdoni të... Për mu realisht, dhe janë dy të kanë ullë vetën plotësisht. Nga qëndrimi yt i 72 orëve është shumë e qartë se kush është ngritur dhe kush është ulur Roger. Pyes ata të cilët nuk kanë pasur mundësi ta sqarojnë. Ata që janë të qartë me publikun, sepse nuk presin Prime-in për të sqaruar. Njëra ka shkuar të dhuna, tjetri ka shkuar të shakaja dhe propaganda e harmonisë. Shumë bukur. Tani, dua të them që ndonjëherë Big Brother është ky që sapo diskutuam për 40 minuta me radhë, por ndonjëherë është edhe rrëfim emocional i juve. I juve që njiheni për punën tuaj publike, me përjashtime shumë të rralla aty brenda, por që njëkohësisht jeni njerëz dhe keni një histori që jo domosdoshmërisht ka qenë shënd e verë. Dua të ndaj me ju një klip nga rrëfimet emocionale të këtyre orëve të fundit. Shohim bashkë.